Ekuacionet pjesa e 12. Hipotenuza e një trekëndshi është 10 cm dhe perimetri i tij është 24 cm. Të gjendet sipërfaqja e trekëndshit. Meqense përmendet hipotenuza e një trekëndshi, atëherë kemi të bëjmë me një trekëndësh këndrejt dhe për rastin ton mund të shkruanim që gjatësia e katetit të parë plus gjatësinë e katetit të dytë plus gjatësinë e hipotenuzës jep perimetrin e këtij trekëndshi. Në qoftë se me x do të shënonim gjatësinë e njërit prej kateteve, që po e shënojmë si kateti i parë, atëherë përveç përcaktimit të gjatësisë së katetit të parë me x, do të njihnim në të barazim dhe hipotenuzën, pra gjatësinë e hipotenuzës që është 10 cm, si dhe perimetrin që na jepet pra 24 cm. Bëjmë këto zvendësime dhe marrim këtë barazim, duke kaluar 10 nga ana e djathtë si minus 10, marrim x plus gjatësia e katetit të dytë baras me 14, nga ku gjatësia e katetit të dytë përcaktohet prej shprehjes 14 minus x. Pra, me përcaktimin nëpërmjet x-it të gjatësisë së njërit prej kateteve, do të kemi shprehjen 14 minus x si gjatësi të katetit tjetër. Po e shënojmë pra krahas x që tregon gjatësinë e katetit të parë dhe 14 minus x një shprehje që tregon gjatësinë e katetit të dytë. Në këto kushte mund të flasim për sipërfaqen e trekëndshit tonë. Pra, sipërfaqja e një trekëndshi këndrejt llogaritet nga shumëzimi i gjatësisë së kateteve dhe i gjithë ky prodhim më tej pjesëtohet me 2. Atëherë tek kjo formulë, sikur të njihnim vlerën e x-it, ishte plotësisht e mundshme përcaktimi i sipërfaqes së këtij trekëndshi. Kështu që më tej do vazhdojmë punën për përcaktimin e vlerës së x-it. Shtojmë tek figura jonë dhe një të dhenë, pra pikërisht gjatësinë e hipotenuzës që na jepet 10 cm, dhe në këto kushte kemi një trekëndësh këndrejt tek i cili një farë mënyre janë përcaktuar katetet si dhe hipotenuza e tij. Pra, është e mundshme të shkruajmë për këto rrethana barazimin e Pitagorës, që për rastin ton është x në katror plus 14 minus x në katror baras me 10 në katror. Mund ta zhvillojmë më tej këtë barazim, duke patur parasysh që kemi katrorin e diferencës së dy kufizave, pra për klapën e ngritur në katror, mund të shkruajmë 14 katror minus 2 që shumëzon 14 shumëzim x plus x në katror. Dhe më tej, në vend të 14 në katror, vendosim 196 dhe për 2 shumëzon 14 shumëzim x shënojmë 28x. Shkruajmë dhe njerë të barazim, pasi kemi mbledhur x-in në katror me x-in katror, që kemi marrë 2x katror, dhe nga kalimi 100-ës në anën e majt me shenjë minus, kemi 196 minus 100 që jep plus 96. Këtë barazim mund ta thjeshtojmë më tej duke pjesëtuar të dy anët me 2, meqense të gjitha kufizat përmbajnë një faktor çift, dhe kështu marrim një trajt më të thjeshtë të ekuacionit ton, pra x katror minus 14x plus 48 baras me 0. Pikërisht zgjidhja e këtij ekuacioni do të na përcaktonte vlerën e x-it, që përfaqëson gjatësinë e katetit të parë, dhe më tej është mjaft e thjeshtë përcaktimi i gjatësisë së katetit të dytë. Pra pikërisht këto dy gjatësi do të na ndihmonin për të gjetur atë çfarë na duhet, sipërfaqen e trekëndshit. Atëherë lëm pak hapësirë për zgjidhjen e këtij ekuacioni, dhe për këtë ekuacion pra x katror minus 14x plus 48 baras me 0, duke parë që kemi të bëjmë me një ekuacion të gradës së dytë, do të ta shikojmë zgjidhjen e këtij ekuacioni nëpërmjet këtyre formulave që janë paraqitur. Pra, fillimisht mund të përcaktojmë koeficientet a, b dhe c. Koeficienti a është i barabartë me 1, koeficienti b është i barabartë me minus 14 dhe koeficienti c është i barabartë me 48. Kështu mund të gjejmë dallorin nga formula b katror minus 4ac, kemi minus 14 në katror, minus 4 që shumëzon vlerën e a-s, është 1 shumëzim më tej vlerën e c-s 48. Duke kryer më tej veprimet, përcaktojmë vlerën e dallorit të barabartë me 4. Vazhdojmë me gjetjen e rrenjve,
të këtij ekuacioni që po i shënojmë x1 dhe x2 duke përdorur këtë formulë, pra kemi minus b, vlera e b-s është minus 14 plus minus rënjë katrore të dallorit, e cila u përcaktua 4. E gjitha kjo mbi 2 që shumëzon 1, ku 1 është në vlera e as. Barasmëtej me 14 plus minus 2, e gjitha mbi 2, nga ku në përmjet veprimit 14 plus 2 mbi 2, gjejmë x1 të barabart me 8, dhe prej veprimit 14 minus 2 mbi 2, gjejmë x2 të barabart me 6. Pra këto janë zgjidhjet e ekuacionit, të cilat po i paraqitim dhe në pamjen ku është prezente figura jonë. Pra, për x-in 8, përcaktojmë gjatësinë e katetit të parë 8 cm dhe duke zvendësuar tek x-i, që lidhet me shprehjen që përcakton gjatësinë e katetit dytë, kemi 14 minus 8 që jep mëtej 6 cm pra si gjatësi e katetit dytë. Gjithashtu, x-i 6, që është një zgjidhje tjetër e ekuacionit, na jep një variant tjetër për gjatësinë e katetit të parë dhe nëpërmjet 14 minus x-it përcaktojmë që gjatësia e katetit dytë në këtë rast do të ishte 8 cm. Pra. Por si në rastin e parë, ashtu dhe në rastin e dytë kemi një shumëzim të 8-s me 6-ën për të përcaktuar numërusin, pra në fundit në të dyja rastet do të marrim të njëjtën vlerë të sipërfaqes së trekëndshit. Kështu që po vazhdojmë zgjidhjen e ushtrimit duke patur parasysh vetëm njërin prej këtyre rasteve, pra rastin kur kateti parë është 8 cm dhe kateti tjetër 6 cm. Kështu do të kishim sipërfaqen e trekëndshit të barabart me 8 që shumëzon 6 mbi 2. Mëtej mund të thjeshtojmë 8-ën me 2-shin për të marrë barazimin 4/6 baras me 24 cm2, ku 24 cm2 është ajo çfarë na kërkohet, pra sipërfaqja e trekëndshit.